A je mashtru në herë kallëzëm? Jo mashtru, jo më shumë se një herë. Do e njerëz që se komendua ata për tokë. Sa i ki falë tokë ma shumë? Do është 3 ari, 4 ari. A i ki pas shumë të ofert qatë person i cili ka mashtru? Vllazën jo, djalë mijës. Tash falë të kohë, halal të kohë me ty s'du mundo. A je mashtru në herë kallëzëm? Jo mashtru. Pikujt? E pranoj, po jo më shumë se një herë. Do e njerëz që se komendua ata. Njerëz të ofert? Për njerëz të ofert, se për i larg me ty po rri për herë të parë, apo jo. Unë i huji? Po, faktikisht të huj si jemi na kërkush me përkërkon, po me më të afrin mashtron. Ndoshta edhe vjen fjala në blerë një erosh. Ka tentimin e një mashtrimi, kush qohet më herët, kush guzon në mundet këqyr me të mashtru. Për pak vite pas luftës, një vite apo dy, këndej. Përpara kemi qenë më të afërt, më humor, më të lidhur njëri me tjetrin, më të respektueshëm, më dashur. E pas luftës se tek ne kemi fillu pak me bëhe shilime, lëshime, sidomos me më të afërmin. S'falen ato. S'falen ato. Tregom, a i ki pas shumë të ofert qatë person i cili ka mashtru? Po shumë afër, muj me thënë vllazën jo. Po mënyrë Djalë migjës? Djalë migjës, djalë tagjës, ne i thajmë ashtu, një hap më ty tje. Tregom, çka të mashtraj? Qa ki pyeti që të mashtraj? Për çka të mashtraj? Interesi në kapital, që është Për tokë? për tokë. Aty është fjala në kapital, ajo të pasuri e tokë, aty vjen për ajo kështu, po kështu jetë që tu megjen, jo për që tu megjen, po ato punë s'na kanë da kur, as trahtu kur, po pse sot? E sot, a flisni? Po flasë, Flisni. po jo, isha unë ai që pa tjetër se ndodhen ato njetë, e qka nëse edhe nuk flasu. A do të vjen momentin, nëse veç për momentin e dekës, shkojmë të ose ai të unë. Tregom, sa i ki falë tokë ma shumë pra? Nuk jenë kanë shumë pytim, ndoshta 3 ari, 4 ari, Ja ki falë? pa mosi, 3 minimumi 5 maksimumi smujme, pa mate, hiç pa milimetra, pa metra, pa me ari, kupton me ari, po, sa është, 10 me 10 është 1 metër me ari, të ty dishka minimumi 3, maksimumi 5, Ja falë? ka shku të jami. Te ju ti? Po, nuk kanë shku dhe këtë ty. Po mos t'ja kishe jep çdo 3 deri në 5 ari? Ndoshta e më kish këqyrë më në sy më të keq, se sot, që s'u bon njerëz e vëpër, ka dalë se po më duket do të më shku barabar ato punë. Nësi jemi diçka nërvete edhe do të mi po gjërat barabar. Jo ty në pavartanin ose në pavartanin diçka, se s'na bëjnë qirak ato. E qysh i the, kur era puna me ja folë 3 deri në 5 orë, qysh i the? Thash falë të kohë, halal të kohë me ty s'du mundo. Toka është që ty jetë tapet. Për mu, për ty dhe për gjeneratat e tonë, halal i kohë. Do më thonë, vish mos më prish me to ja fole? Mos më prish me to edhe me kretjerë, se nuk u prish e veç unë edhe, po prish këtë familje edhe djemë të mi edhe djemë të tina me zveti edhe jo. Bet ke me një sy të kesin janë i për tjetër në të ardhmen. Ato kanë kalu tash 22-3 vite, jam pyti. Po, ja fole? Ja fole. A je pishman? Jo, asnjë fije, kur hiç. Edhe s'do të më konë edhe për ma shumë se në pishman. Ata ka di që ja ki fol? Po më duket që e ka kuptu. Është pendu edhe e ka kuptu. Ajo është më rëndësishme që bile njeri me kohën e kupton ato pendohet edhe vjes ka vjen më afër. E sot ai me dosh me t'i kthy, a ja merr? Jo. Pse? Nuk u bëjnë kur gjë ato më tepër. E ka tregu ai atë momentin aty për atë kohët e tash e ka kuptu që nuk u kon në rregull atë që ka vepru punë si marrë. Halal qof. Faleminderit shumë. Qydora. Halal qof, faleminderit shumë betezën sa do shnetën. Pa, e gjithë inshallah. Respekt. Sidomos juve gjenerata të reja. Faleminderit shumë. Gjithat mirë të punuar. Për të mirë, kale mirë, të thonë respekt. Andra imi ka qenë me diplomu në Amerikë, edhe më këthy në Kosovë. Po të mërmolli mas shumë dikuri atje. Pra dhe unë. Cila është mërzia më e madhe që ki pas në herë atje? Vdekja babau, para, e dyta në nënstop jetoj me malë Kosovës. 2013 jam këthy në Kosovë, jam mundu me gjithë vetën, po s'kam mujtë jem këthy pra. U dha marrë dhe mos la harro. Mas 4 vjetë kër e pove nonën për herë të parë që zhënive. Ishte kënaqësia e madhe që e shenë qalla pet. Pas më thuj që ta në Amerikë. Po, Që që? mirë, faleminderit, mirë. Që sa je në Amerikë, alë Që 26 vite. Shumë largë. Shumë. Sa kena i parë në Kosovë? Gjatë studimeve kam najt 4 vite po ardhë. Po. Sa të mërke molli për shpisë. Po shumë. Shumë, si jo. A vjen shpesh tash? Po vi. A i pishman që shku kallë? A pishman që më shkuën? Jo. Po të mërmolli mas shumë dikuri atje. Pra dhe unë. Familjen e ki ketë atje? Jo, i kam Kosovë. Kosovë i ki. Nonën e babën e i ki gjonë? Nonën po babën jo është. Faleminderit. Për nonën kërë i atje. A i buar shumë. Që shek mollin e nonës kërë i atje kallë? Po, i autorit sociale. E ti me kamerë? Po, me kamerë, çdo herë si çdo herë. Cila është mërzia më e madhe që ki pas në herë atje? Vdekja babaut, e para,
E dyta non stop jetoj me mall Kosovës. Kujtë me qenë prezent në Republikës? Po. S'pas ka me gjej. Po, nuk kam me. Që shqitën në Amerikë, zëm? Varet si e bën. Ki biznes tonin atje? Jo, nuk kam. S'ki. Jo, s'kam, unë jam I shkollum. A për bazon trive me dollë në Amerikë vetu? Jo. Pse jo? Jo, se unë jam ati 26 vite dhe dëgjoj, unë kam shku si refugjat. Andra imi ka qenë me diplomu në Amerikë edhe më këthy në Kosovë. S'kan qenë ajo që nuk kam qenë atë farë nivelin që qëkoj në Amerikë dhe tjetoj atje dhe të vazhdo jetë. Unë kam kry fakultet dhe atje dhe 2013 jam këthy në Kosovë, jam mundu me gjithë vetën, po s'kam mujtë më këthy prapë. E kam shumë largë. Atje ka dhe shumë shqiptarë, e di. Ka shumë, A hek mollën i shkurrin me shqiptarë atje për vend? shumë e saktë. A ka ndodhur që ki qojt? Atje. Au, pyetje e mirë, po që si s'ndodhe, e ndodhë. Ka ndodhur që ki qojt? Ndodhë. Ka ndodhur shpesh. Jo, është shpesh, po ndodhë. A shëlloni porosi atë në trive të cilët mënon me marrë rrugën Amerikës më shumë tu atje? Tha drejtën, pyetje e mirë prap, por zi sa mujtë më kuptu, unë dhe më hanë kam kry fakultet me andrë më këthin Kosovë. Por ndryshe, më shakon me një biznes shumë të thellë, shumë mirë, me një sukses shumë të madhë, por prapë kisha preferu të rritë me shku në Amerikë. No. Shumë largë. Jo pësë është largë, se mundësit janë më të mira tash se për para, po dhe sot, po prapë si ti, nuk e di, nuk e ke qitë njëri du që të motivon t'i ka me shupi Kosovës, ta thonë të Ma vërtetë. mirë valloj, ma mirë se këtu s'ka. S'ka. Tregom, që të thanona këtë ka përcil për Amerikë? Si kur këmë shku fillima, po ishëm atë si refugjat, ishme nda në tri grupe. E për e në dytë, Cila ke fjolla s'ta thanona para së u dha marrë dhe mos la harro. U dha morë dhe mos nara. Jep. Pas 4 vjetë kër e pa venonën për herë po që zhënive. Ajo ka qenë shumë e vështirë. Dhe më thonë gjatë kohës studimeve ka qenë shumë e vështirë, se ishte malli, frika pleshrisë saj, mosha, shumë gjana u lidhëshëm, por ishte kënaqësia e madhe që e shenë gjallë apet. Allah shneta. Respekt. Faleminderit shumë te valla, për mirë. Shumë faleminderit trojt zotit. Kala mirë mos e lall. Se kur kursi këpi parë sot, sigurisht që qeri rruga, e parë ja thënë për pjetë që në speciale rrugë. Me thmite, me flas, thamë që jam e lumtur me çfarë sa kam. Nuk du me pas edhe shumë e mos me pas rahatin shpe. Se shumica kanë pare, por rahati s'ka. Kurse bën gjumin rahat nuk të vinë edhe parja zemra eme. Edhe pasunia, shkon dhe i dikon, dikura kime rapet e pusht, e kime bëj i varfër, e kime ngrit. Ferizojt. Çfarë bën të lumtur juve një?